mbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News, titujt kryesor. Rreth 18.000 persona janë prekur nga epidemia e gripit në Shqipëri në harkun e një jave. Situata është alarmante dhe në rajon ku janë shënuar 2 viktima. Shqipëria është zyrtarisht në epidemi gripale, por në qendrat shëndetësore mungojnë vaksinat. Emisioni investigativ Bum fakton skandalin. Babai e Strefa Lilit, i riu që vari vetën në burgun e Rogozhinës, akuzon shtetin për ngjarjen e rëndë. Thotë se i biri nuk e përballoi dot dënimin e dytë për një cigare hashash. Deputetët me mandate të ndërprerë Shkëlqim Selami dhe Dashamir Tahiri janë timuar në gjykat vendimin e KQZ-s, kërkojnë pezullim deri në përfundim të gjykimit të plotë. Gruevski e Zaev mision kundër platformës së Tiranës. Sipas burimeve Partisë Shqiptare kanë marrë oferta nga të dyja palët për të komprometuar marrëveshjen. Në një javë, 18.000 persona rezultojnë të prekur nga virusi i gripit dhe pritet që ky numër të rritet. Specialistët e ISHP-s shprehen se qytetarët nuk duhet të vetë mjekohen, por të drejtohen mjekut të familjes, ndërsa bëjnë apel për vaksinim të grupeve vulnerabël. Virusi AH3N2, sipas ISHP-s, pritet të zgjas deri në prill, por jo në formë agresive. Ndërsa është urdhëruar mbyllja e institucioneve të edukimit, disa prej subjekteve private kanë thyer këtë urdhër duke hapur dyert dhe grumbulluar vogëlushat. Virusi i gripit AH3N2 nuk do të largohet shpejt nga vendi ynë, ku deri tani rezultojnë 18.000 të prekur në një javë, e ky numër pritet të shtohet në ditët në vijim. Specialisti i Institutit të Shëndetit Publik, Dr. Artan Simaku, thotë se pragu epidemik është kaluar, ndërsa kërkon nga qytetarët të mos neglizhojnë gjendjen shëndetësore dhe të mos vetmjekohen me medikamente të marra nga farmacit, ndërsa grupet vulnerabël të shkojnë të vaksinohen. Fëmijët e vegjël, gratë shtatzana dhe personat e moshës tretë që kanë dhe smundje shoqëruese duhet paraqiten pranë Drejtorisë së Shëndetit Publik të rrethe për të kryer vaksinimin. Personat të cilët janë të smur duhet paraqiten direkt tek mjeku i familjes, pra mos rinë në shtëpi me shpresën që do përmirësohen ose të paraqiten në farmaci për të marrë një medikament, paraqiten direkt tek mjeku i familjes, i cili vlerëson gjendjen dhe jep dhe trajtimin e dur, duke parandaluar komplikacionet dhe shtrim në spital. Specialisti i ISHP-s shprehet se virusi i gripit pritet të zgjasë deri në muajin prill, por jo në formën e tij agresive, ndërsa thekson edhe një herë urdhrin e Ministrisë së Shëndetësisë për mbylljen e të gjitha institucioneve të edukimit publik dhe jo publik. Postina e gripit zakonisht zgjat deri nga fundi i muajit prill, pra që ka qarkullim të virusit, por me intensitet më të ulët, shkollat dhe institucionet parashkollore u mbyllën për të frenuar transmetimin e teshëm, sepse edhe në kombinim edhe me klimën e ftohtë që pritet, e cila favorizon përhapjen e mëtejshme të virusit të gripit. Prandaj u gjykua që duke u marrë kjo masë, frenohet transmetimi i virusit në komunitet. Por në fakt, urdhëri për mbylljen e çerdheve dhe kopshteve është thyer nga disa institucione jo publike. Ata kanë hapur dyert e çerdheve dhe kopshteve private, pavarësisht gjendjes së epidemisë, ndërsa edhe prindrit në pamundësi për një tjetër alternativë për fëmijët i kanë dërguar ata në këto institucione. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa bëri me dije se vetëm në kryeqytet numërohen rreth 600 vizita të kryera në 10 qendra shëndetësore, ku 301 prej tyre janë në moshë pediatrike. Situata gripale paraqitet e rëndë në të gjithë vendin. Në Spitalin e Beratit janë regjistruar deri në 300 raste të fëmijëve që kanë marrë ndihmë mjekësore. Situatë e ngjashme edhe në Fierë e Korç, ndërsa në Shkodër janë regjistruar rreth 700 të prekur nga virusi i gripit. Rreth 300 raste me simptoma të gripit paraqiten çdo ditë në repartin e pediatrisë në Spitalin e Beratit. Mjekja pediatre Shpresa Karkanjuzi shpreh se rastet po shtohen nga dita në ditë dhe se të prekurit nga gripi kanë mbushur shtretrit e këtij reparti. Ka qenë gati 300 vizita për një ditë. Në urgjencën e pediatrisë së Spitalit të Fierit, mjekët thonë se çdo ditë kryen nga 140 deri në 160 vizita. Pjesa më e madhe të prekurve janë fëmijë, ku ata me simptoma më të rënda janë shtruar për kurim të specializuar. Fluksi është goxha i madh, ne bëjmë gati 140, ndonjëherë 160 vizita në ditë. Simptomat dihen me temperaturë të lartë, me dhimbje koke, me vjella, me koll. Situatë e njëjtë paraqitet edhe në urgjencën e Spitalit Rajonal të Korçës, ku prindrit janë dyndur për të vizituar fëmijët. Fluksi ka qenë dhe 70, 80 deri në 100 fëmijë. Gjithsesi është një mjekroj që do t'i përballojnë. Dhe s'mund t'i përballojnë disa mjekroj, se Spitali nuk ka të kontingjent dhe në tërë vendet për përballojnë. Por problemi ka qenë se këto 4-5 ditë nuk kanë funksionuar
mjeku i familjes, qoftë në fshat, qoftë në qytet. Nga 18.000 rastet e evidentuara si të prekur me grip në të gjithë vendin, 700 prej tyre janë nga qarku i Shkodrës. Kjo është shifra që ka regjistruar Drejtoria e Shëndetit Publik në Shkodër. Në Shkodër kemi afro mbi 600-700 raste në javë. Vetëm sot që flasim, kemi 100 raste vetëm në një qendër shëndetësore. Mjekët apelojnë qytetarët që të mos neglizhojnë simptomat, por fillimisht të paraqiten tek mjeku i familjes dhe më pas t'i drejtojnë spitaleve. Shqipëria ka kaluar zyrtarisht në epidemi të plot gripale. Instituti i Shëndetit Publik ka pranuar për emisionin investigativ BUM situatën e rënd, ndërsa nga vëzhgimi në qendrat shëndetësore për vaksinën antigrip, një ditë pas urdhrit të Ministrisë së Shëndetësisë për shpërndarjen e tyre, rezulton se vaksina ende nuk ka. Edhe pse një situatë e rënd u paralajmërua vetëm pak javë më parë nga ISHP-ja, Shqipëria renditet sot në 3 vendet me numrin më të lartë të prekurve nga gripi. Shqipëria zyrtarisht në gjendje epidemie gripale. Konfirmimi vjen emisionin BUM në Ora News nga Instituti i Shëndetit Publik, i cili deklaron 16.000 të prekur vetëm brenda një jave. Aktualisht jemi në një situatë epidemike. Mund na thoni se sa persona janë prekur nga gripi? Për një javë rreth 16.000 persona. Kontinentin evropian aktualisht 3 shtete kanë intensitet më të lartë qarkullimit, është Shqipëria, Ukraina dhe Finlanda. Një ditë pasi Ministria e Shëndetësisë mbylli çerdhet, kopshtet dhe shkollat në të gjithë vendin dhe deklaroi se në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik ka siguruar 93.250 doza vaksinë kundër gripit dhe se po kryen shpërndarjen e tyre, emisioni BUM vëzhgoi 6 qendra shëndetësore në Tiranë. Leni numrin e telefonit poshtë? Leni numër telefoni, kur të vinë vaksinat të marrin në telefon se nuk ka ndryshe. Nga interesimi i gazetarëve rezulton se në 5 qendra nuk ka vaksina antigrip, ndërsa në qendrën numër 10, vaksinat janë të destinuara për grupin e fëmijëve mbi 9 vjeç dhe të moshuarit. Për të shmangur epidemin, Instituti i Shëndetit Publik në një intervistë për Ora News në mes të muajit nëntor paralajmëroi trendin në rritës të virusit të gripit dhe bëri thirrje për vaksinim të popullatës, sidomos grupit më të riskuar. Por vetëm një muaj e gjysmë pas këtij paralajmërimi, Shqipëria kaloi nga pragu në epidemi të plot dhe vaksinat antigrip në qendrat shëndetësore mungojnë. Ekspertët thonë se në këto kushte vaksinat nuk kanë asnjë efekt tek të prekurit, ndërsa tek personat e paprekur nga gripi duan 2 javë kohë të krijojnë antikorpe, që do të thotë diku në fund të këtij muaji, ndërkohë që vaksinimi duhej kryer në muajt tetor dhe nëntor. Partia Demokratike ka reaguar për situatën gripale në vend, duke akuzuar qeverinë se ka dështuar në trajtimin e gjendjes virale. Shqetësimin e ka ngritur nëpërmjet një postimi në Facebook kreu i Departamentit të Shëndetësisë në Partinë Demokratike Tritan Sheu, sipas së cilit alarmi duhet dhënë rreth 2 javë më parë. Në këto kushte epidemiologjike, sipas Sheut, në realitetin e ambienteve të këtij lloji, arsimi publik pa ngroje, pa kushtet e nevojshme higjieno-sanitare, pa një transport të përshtatshëm në shumë zona e të tjerë, kjo ndërprerje duhet të shtrihet deri më datën 16 janar. Sa kaq, gripi ka pushtuar të gjithë rajonin, derisa në Kroaci rastet janë në rritje, gripi ka marrë edhe 2 jetë njerëzish, ndërsa në Serbi, Ministria e Arsimit ka vendosur të mbajë të mbyllura shkolla deri më datën 11 janar. Për këtë mas faqësohet prezenca e virusit të quajtur Ferrari dhe Ministria e Arsimit nuk përjashton shtyrjen e afatit për hapjen e shkollave. Gripi ka prekur gjithë rajonin. Kroacinë ka pushtuar një epidemi e fortë e gripit, prej së cilës deri më tani kanë vdekur 2 persona. Kështu ka bërë të ditur Qendra Kombëtare për Influenca. Në mënyrë laboratorike është vërtetuar se janë disa mijëra persona të sëmurë nga gripi dhe gjatë këtyre ditëve të festave ka marrë edhe 2 jetë njerëzish. Në Zagreb dhe Split, ta shefi i qendrës Vladimir Draženović, bën të ditur agjencia kroate e lajmeve HINA, duke shtuar se numri të sëmurëve nga gripi është shumë i madh sesa numri i rasteve të evidentuara dhe ai nga çasti në çast rritet. Sipas tij, epidemia e këtij viti është me intensitet shumë të madh dhe mund të zgjasë më shumë se zakonisht sepse filloi shumë herët që nga fundi muajit nëntor. Në qendrën për influencë kanë frikë se do të kenë edhe shumë raste të tjera të vdekjes sepse gripi është nxitës i sëmundjeve të ndryshme kronike, të cilat për epilog kanë vdekjen. E rëndësishme është që në Kroaci, ashtu si edhe në pjesën tjetër të Evropës, këtë vit ka ndryshuar pasqyra epidemiologjike e virusit influencës, kështu që në qarkullim janë 4 viruse, 2A dhe 2B. Çdo vit kemi situatën e cila na befason se sa raste të vdekjes mund të shkaktojë gripi, tha Draženović. Ndërkohë, situata alarmante është edhe në Serbi. Madje Ministria e Arsimit ka vendosur që shkollat i mbajnë të mbyllura deri më 11 janar.
Do ta vazhdojmë më pushimin, kështu që e mërkura e 11 janari do t'jetë dita e parë e punës për vitin 2017 në shkolla, tha ministri Sharçević për Agjencinë Serbe të Lajmeve Tanjug, duke shtuar se situata epidemiologjike është duke u vëzhguar dhe se është në kontakt të vazhdueshëm me ministrinë e shëndetësisë. Madje ministri serb i arsimit thekson se nëse prekja nga kjo sëmundje vazhdon të jetë e lartë, vlerësimi i ri do të bëhet më 9 janar. Sipas institutit Batut, gripi më së shumti ka prekur moshën parashkollore prej 4 deri në 14 vjeç rreth 12.000, ndërsa në shkollën e mesme rreth 3.000 nxënës. Ky numër është rritur dukshëm gjatë festave të fundvitit, ndërsa në disa qendra spitalore është ndaluar edhe vizita nga familjarët si masë parandaluese. Shenjat kryesore të gripit janë temperatura mbi 38, ethet, lodhja, anoreksia dhe kolla e thatë. Përveç vaksinimit, parandalimi më i mirë, sugjerojnë mjekët, është marrja sa më shumë e vitaminës C, fruta dhe perime të freskëta, ajrosja e dhomave dhe qëndrimi në ajër të pastër. Reshjet e Dëborës kanë shkaktuar problemet e para në rrugë. Shtabi i emergjencave njoftoi se në veri dhe verilindjet vendit në disa akse trashësia e Dëborës ka arritur deri në 50 cm, duke bërë që lëvizja mjeteve të bëhet vetëm me zinxhir. Ndërkohë në disa segmente të tjera rrugor, qarkullimi është vështirësuar për shkak të prezencës së akullit. Deri tani nuk raportohet për zonat bllokuara, por reshjet e Dëborës pritet të vijojnë edhe në ditët në vijim. Kuksi është përfshirë orët e fundit nga temperatura të ulta, reshje Dëbore dhe ngrica. Trashësia e Dëborës arrin në 20 deri në 50 cm duke krijuar vështirësi në qarkullimin rrugor për automjetet. Intensiteti i reshjeve të Dëborës u shtua gjatë mesnatës së ditës së martë për të vijuar edhe gjatë ditës së mërkurë. Ndërkohë, sipas ARSH-s, borpastrueset ndodhen në terren dhe raportohet se në rrugën e Kombit dhe akset nacionale, qarkullimi rrugor është stabilizuar dhe ato janë të hapura. Nga tuneli Kalibashit ku jemi ne deri në Morin, qarkullimi është normal dhe i sigurt. E njëjta gjë është të punuar gjitha akset e tjera rrugore, Kuk Skrum, Krum Qafprushi, Plepa Kam Baramcuri, Baramcuri Valbon, Fushdugaxhin Fushars, Firs Qafmali. Ndërkohë disa akse rurale janë problematike dhe drejtuesit e mjeteve udhëzohen të përdorin zinxhirët. Moti ndërkohë sipas sinoptikanëve do të vijojë të përkeqësohet sidomos në fundjavë. Temperaturat mund të arrijnë deri në -20 gradë të paprovuara që prej vitit 1985 në qarkun e Kuksit, ndërsa në disa zona të Hasit është raportuar edhe për probleme me furnizimin me energji elektrike. Problemi nga Dëbora janë shfaqur edhe në qarkun e Shkodrës ku në akset rrugore drejt Kukës dhe Fusharzit trashësia arrin nga 20 deri në 50 cm, në aksin Laç-Vau Idejës Fusharës, në aksin Kroj Hadroj Qafben dhe në aksin Fusharës Fushdugaxhin, qarkullimi kryhet me zinxhir. Vështirësi në qarkullim si pasojë e ngricave ka edhe në zonat Qafmali Dardh, në Puk, Qafthor Theth, në zonën e Malësisë së Madhe dhe Tamar Vermosh. Në qarkun e Elbasanit, në rrethin e Librazhdit dhe konkretisht në aksin Librazh të Blevë, trashësia e Borës arrin deri në 10 cm dhe qarkullimi i mjeteve është i mundur vetëm me zinxhir. Ngrica dhe Dëbor ka edhe në Qafthan, ku është e pamundur që mjetet të qarkullojnë pa zinxhir. Ndërkohë gjatë ditës së mërkurë zona Elbasan, Gram, Shbelsh dhe Cerik është shoqëruar me reshje shiu, por nuk raportohen fryrje të lumejve apo përrenjve. Problematik nga Dëbora është shkaktuar edhe në Peshkopi dhe Bulqiz, ku reshjet kanë rënë gjatë gjithë natës. Deri tani nuk raportohen probleme, por autoritetet u kanë bërthirrje banorëve në zonat e thella të marrin masa, pasi moti pritet të përkeqësohet edhe më tej gjatë ditëve në vazhdim. Prindrit e Estref Halilit, i riu që vari vete në burgun e Rogozhinës, akuzojnë shtetin për ngjarjen e rëndë. Babai 22 vjeçari thotë se i biri nuk e përballoi dot dënimin e dytë për një cigare hashash dhe ndërmori këtë veprim i shtyr nga gjendja e rëndë depresive. Ai tha se shteti po lë të lirë trafikantët e mëdhenj të drogës dhe po mban në burg adoleshentët për 3 gram hashash. Për ngjarjen reagoi dhe Partia Demokratike. Prindrit e 22 vjeçarit e Estref Halili që u vetvar një ditë më parë në burgun e Rogozhinës fajsojnë shtetin për fatkeqësinë e tyre. Babai i viktimës Ardian Halili tha për mediat se djalit i ishte dënuar me burg vetëm për një cigare hashash, në një kohë kur trafikantët e mëdhenj të drogës lëvizin të lirë. Estref Halili nga kolonja e Lushnjës ndodhej në burgun e Rogozhinës pasi kishte marrë masën e arrestit burg pa afat për akuzën e përdorimit dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike dhe mbajtje dhe prodhimi armëve të ftohta. Shteti i dha dënimin që ai nuk e meritonte. I dha 5 vjet dënim. Për sa? Për 3 gram hashash që konsumonte për 3 veta. E pin 3 veta 3 shok, edhe ai i dha 5 vjet. E mori ky për sipër 5 vjet, e dhan këtij. Tani për zyrtje ka punë me cigare. Edhe i kishte thënë që do të marrësh dënim akoma më të rënd, se e ke për zyrtje, e ke përsërit. Sipas të antit, 22 vjeçari kreu aktin e vetvrasjes si pasojë e arrestimit dhe dënimit të dytë.
çka i shkaktoi edhe gjendje të rënduar depresive. Vetëm nga kjo që ai po mirë të dënimin e dytë të rrezik, nga kjo. Në rast se shteti është tamam shtet, që ka gjitha rregullat normale, atëherë edhe fëmia im s'do kishte arritur deri në këtë pikë sa të vetvritet. Estref Halili ishte ndaluar në 22 dhjetor të vitit të shkuar, ku ju gjet në makinë një cigare hashash dhe një thik. 22 vjeçari vari veten me xhaketën e tij në dritaren e banjos dhe u gjet nga një prej gardianëve të burgut në momentet e fundit të jetës. Ai u dërgua me urgjencë në spitalin e Rogozhinës, por nuk mundi të mbijetonte. Drejtoria e burgjeve ka nisur hetimin për zbardhjen e ngjarjes. Estref Halili, i arrestuar nga policia sipas familjarëve për 3 gram hashash, trajtohet pa mëshirë dhe shtyhet drejt vetvrasjes në qeli. Këto janë 2 standardet e Edi Ramës. Njëri në shërbim të trafikantëve, të krimit organizuar, të bandave që kontrollojnë në rajon drogën, dhe tjetri i dhunshëm me të vëbektit, me të pamundurit që kapen me 3 gram hashash. Në daljen e parë para medias për këtë vit, Ministri i Brendshëm Samir Tahiri ka bërë një bilans të punës së dikasterit që ai drejton, duke u fokusuar edhe tek prioritetet për vitin 2017. Ndërsa nuk e konsideron të fituar bitejën me kanabisin, kreu i Ministrisë së Brendshme tha se parandalimi i kultivimit do të jetë një nga prioritetet e policisë. Bitejën me kanabisit nuk e konsiderojmë të fituar, por lufta vazhdon. Kështu u shpreh Ministri i Brendshëm Samir Tahiri në daljen e parë për këtë vit, ku bëri një bilans të punës së dikasterit që drejton për vitin që kaloi. Sipas Tahirit, këtë vit Shqipëria është më e sigurt dhe besueshmëria e qytetarëve ndaj uniformave blu është rritur. Unë nuk quaj asnjë betejë të fituar, sepse unë mendoj që përballë palishmërisë së akumuluar të 20 e kusur viteve, përballë kriminalitetit të akumuluar të 20 e kusur viteve, përballë parave kriminale të akumuluar në 20 e kusur vite që sot financojnë në çdo brim të shtetit shqiptar, unë mendoj që ne nuk e kemi dot mundësinë të fitojmë këto betejë brenda një viti, po doni ju dhe brenda 4 viteve. Duke u ndalur te palishmëria, Ministri i Brendshëm u bëri dhe një thirrje qytetarëve të dorëzojnë armët që kanë pa leje, duke përfituar nga amnistia deri në muajin prill, pasi më vonë masat ndëshkuese do të jenë të ashpra. Një alarm i madh është armëmbajtja pa leje. Pra janë gati 3 persona të arrestuar në ditë për armëmbajtje pa leje. E kjo është realisht shumë për një vend si yni. Për shkak të trashëgimisë që kemi nga vitet e kaluara lidhur me armët dhe armëmbajtjen, për shkak të mos adresimit si duhet të këtij problemi në të kaluarën, por njëkohësisht është edhe një këmbane fort alarmi për ne dhe për gjithë institucionet që t'i dedikohemi më fort luftës kundër armëve pa leje. Është kjo arsyeja që në parlament miratuam një periudhë 6 mujore, gjatë cilës ata që dorëzojnë armët vullnetarisht nuk do të dënohen. Duke filluar nga 4 janari, Ministria e Brendshme ka publikuar listën e zgjedhësve, ndërsa për qytetarët të cilët kërkojnë të zhvendosen në vendbanimet aktuale, ministri tha se për 6 muaj kjo procedurë është falas. Ish kryeministri i Kosovës, njëkohësisht kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zoti Ramush Haradinaj, raportohet se është ndaluar në Francë mbi bazën e një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia. Ndalesa është konfirmuar edhe nga familjarët e tij, raportojnë mediat në Kosovë. Haradinaj më herët ishte ndaluar edhe në Sloveni mbi bazën e të njëjtit urdhër arresti nga Serbia. Pritet që pas sqarimit të situatës, ashtu siç ndodhi edhe në Sloveni, ish kryeministri i Kosovës të lirohet. Deputetët me mandate të ndërprerë, Shkëlqim Selami dhe Dashamir Tahiri ankimua në gjykatë vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që ju ndërpreu mandatin për shkelje të dekriminalizimit. 2 deputetët kërkojnë shfuqizimin e aktit të KQZ-s dhe pezullimin e tij deri në përfundim të gjykimit. Dy ish deputetët Shkëlqim Selami dhe Dashamir Tahiri, mandatit të cilëve u ndërprej nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me kërkesë të Prokurorisë së Përgjithshme,
kanë ankimuar vendimin duke nisur betejën ligjore në shkallët e gjyqësorit. Ashtu siç lajmëroi një ditë më parë, avokati i ish-deputetit të Lëvizjes Socialiste për Integrim ka dorëzuar në gjykatë administrative akt padin, duke kërkuar shfuqizimin e vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe pezullimin e tij deri në përfundim të gjykimit. Ndërsa deputeti Dashamir Tahiri padin e parë ka dorëzuar pranë kolegjit zgjedhor, ndërsa të njëjtën pritet i drejtohet gjykatës administrative. Avokati mbrojtës i ish-deputetit Tahiri Fatmir Braka i tha Ora News se ligji për dekriminalizimin është i paqartë ndaj është drejtuar me padi dy institucioneve. Sa kaq edhe kryetari i Bashkisë së Kavajës Elvis Roshi do të ankimojë si jo të drejtë vendimin unanim të KQZ-s. Ndryshe nga dy deputetët, Roshi duhet i drejtohet për ankimim gjykatës kushtetuese pasi vendimin përfundimtar për shkarkimin e tij e firmosi kryeministri i vendit. Kryeministri Edi Rama nëpërmjet një video të postuar në profilin e tij në Facebook paraqetet dëshminë e njerëzve të cilët kanë përfituar shërbimet e qeverisë për përmbytjet e shkaktuara ndër vite. Nëpërmjet një videoje në Facebook me dëshmi nga njerëz të cilët i quajnë real dhe jo aktor, kryeministri Rama tregon se qeveria e tij në 3 vjet ka shlyer rreth 11.5 milion dollar borxhe për rreth 4.000 familje të dëmtuara nga përmbytjet ndër vite, duke thënë se nga koha e qeverisë paraardhëse u trashëguan rreth 16 milion dollar borxhe vetëm nga dëmet e përmbytjeve nëpërmjet një statusi përshkrues. Rama shpreh se qeveria nuk i harron asnjëherë detyrimet e saj ndaj njerëzve, gjë e cila i bën të ndryshëm nga ata që qeverisën përpara tij, por edhe atyre që sipas kryeministrit qellojnë me baltë ndaj qeverisë. Kompensimi nga përmbytjet shkon paralel me paketën e solidaritetit të shpallur nga kryeministri në fund të vitit 2016, ku përveç shpërblimeve për vitin e ri, çdo fermeri që kishte humbur lopët nga sëmundja e gjedhit, qeveria do t'i kompensonte me një fond prej 3 milion dollar për të zëvendësuar çdo kokë lope. Kuvendi i Shqipërisë ka rihapur garën për të gjithë kandidatët që duan të konkurrojnë për postin avokatit popullit. Pas debatit në Komisionin e Ligjeve mes përfaqësuesve të mazhorancës, gara është hapur sërish dhe në faqen e kuvendit janë publikuar kriteret që duhet plotësohen për të zgjedhur avokati i popullit. Kandidatët aplikues duhet të jenë shtetas shqiptar, të kenë njohuri në fushën e të drejtave të njeriut dhe të ligjit, të shuhen për aftësi profesionale dhe figurë të pastër etiko-morale, të mos jenë dënuar penalisht dhe të mos jetë deputet. Aktualisht mandati i avokatit të popullit Igli Totozani ka përfunduar më datën 22 dhjetor dhe kuvendi duhet të kishte zgjedhur avokatin e ri të popullit, ndërkohë që aplikuesit kanë 20 ditë kohë për të paraqitur kandidaturën e tyre për këtë post. 4 kandidatura që kanë aplikuar deri tani janë Igli Totozani, Adrian Liçaj, Altin Goxha dhe Marcela Topuzi. Në pritje të marrëveshjes nga partitë shqiptare, VMRO e Gruevski dhe LSDM e Zaev kanë nisur misionin e tyre për të minuar marrëveshjen e arritur në Tiranë mes partive kryesore shqiptare. Sipas burimeve që citojnë mediat në Maqedoni, partitë shqiptare kanë marrë oferta nga të dyja palët me qëllim komprometimin e marrëveshjes së Tiranës. VMRO ka qëllim qëndrimin në pushtet, kurse LSDM masa emergjente për rimëkëmbje sociale. Dy partitë më të mëdha maqedonase janë vënë aktivitet të heshtur politik për të minuar marrëveshjen e arritur në Tiranë mes partive kryesore shqiptare për një platformë të përbashkët për zgjidhjen e çështjeve të shqiptarëve. Kërkesa që ishin shpalosur edhe gjatë fushatës nga të gjitha partitë. Përfaqësues të njërës prej partive shqiptare kanë deklaruar për mediat shqiptare në Maqedoni se kanë marrë oferta të ndryshme indirekte për të lënë në heshtje çështjet e kërkuara sipas platformës së Tiranës. Sipas tyre kërkohen me ngulm bisedime dhe se gjithçka është në lojë. Siç bëhet e ditur, LSDM kërkon që të shkohet me planin e masave emergjente për rimëkëmbje sociale, ekonomike, reforma në gjyqësor, krijimin e kushteve për funksionimin e PPS-s dhe më pas të shkohet me çështjet etnike. Nga kjo parti pranojnë dhënien e njërit prej 3 posteve kryesore në shtet, por edhe idenë e vendimeve konsensuale në qeveri përmes ndryshimit të ligjit për qeverinë. Nga ana tjetër, VMRO DPMNE kërkon të qëndrojnë në pushtet dhe alternativat ose propozimet kanë vetëm këtë kusht. Pavarësisht takimeve të brendshme, por edhe takimeve që kanë zhvilluar në Tiranë me kryeministrin Edi Rama dhe personalitetet e tjera të skenës politike, ende nuk dihet se cili është qëndrimi i partive shqiptare maqedonase. Data 7 janar është edhe afati i arritjes së marrëveshjes apo ratifikimit të platformës së përbashkët për të nisur më pas edhe takimet me partitë maqedonase. Zgjedhjet e 11 dhjetorit nuk prodhuan një qeveri, teksa shqiptarët për herë të parë në histori kanë topin në fushën e tyre.
Ministri i Jashtëm i Turqisë Mevlut Çavusoglu tha se autoritetet kanë identifikuar sulmuesin e klubit të natës në Stamboll, por Çavusoglu nuk ka dhënë më tepër detaje për identitetin e tij. Deklarata e ministrit Çavusoglu u bë pasi agjencia Anadolu kishte raportuar se 5 persona të dyshuar të lidhur me grupin ekstremist të Shtetit Islamik, i cili ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, janë arrestuar sot në qytetin Port të Izmirit në kuadër të hetimeve që po vazhdojnë. Lidhur me këtë masakër janë arrestuar 14 persona, përfshirë 2 shtetas të huaj, dhe një ditë më parë autoritetet turke shfaqsuan 28 vjeçarin nga Kirgistani, i cili u dyshua si autor i ngjarjes për shkak të ngjashmërisë me atentatorin. 39 persona u vranë dhe 70 të tjerë u plagosën gjatë sulmit në diskon Reina natën e ndërrimit të viteve në Stamboll. Është dënuar me 20 vite burg ushtari izraelit që qelloi për vdekje një sulmues të plagosur palestinez. Gjykata ushtarake argumentoi se vrasja është kryer në shkelje të rregullave, ka pasur motiv hakmarrje dhe se diçka e tillë nuk mund të tolerohet edhe kur bëhet fjalë për armikun. Ngjarja ka çuar në protesta të ashpra dhe përplasje me policinë në Tel Aviv. Një ushtar izraelit, i cili vrau një sulmues të plagosur palestinez në bregun e pushtuar perëndimor, u dënua për vrasje të mërkurë në një nga gjykimet më përçarëse në historinë e Izraelit. Qindra protestues të ekstremit të djathtë u mblodhën në mbështetje të reshterit Elor Azaria në rrugët e Tel Avivit, ku disa prej tyre u përleshën edhe me forcat policore jashtë bazës ushtarake ku u lexua vendimi. Pavarësisht një fushate të madhe të familjes Azaria dhe rolit të politikanëve të krahut të djathtë, ushtria e Izraelit argumentoi se të shtënat në shkelje të rregullave nuk mund të tolerohen. Trupa prej 3 gjyqtarësh në gjykatën ushtarake hodhi poshtë argumentet se 20 vjeçari ka vepruar në kushte vetëmbrojtjeje. Vrasja është filmuar nga një aktivist palestinez, ku pas publikimit në media mori dhe një vëmendje ndërkombëtare. Shefi i gjykatës, koloneli Maya Heller, tha se Azaria qelloi palestinezin për motive hakmarrje. זה לא יום שמח בשבילנו, היינו מעדיפים שהמעשה לא היה נעשה ושעזריה לא צריך היה לעמוד לדין. Ai meriton të vdes, mësoi t'i ketë thënë Azaria një tjetër ushtari vetëm pasi e qelloi për vdekje palestinezën e plagosur dhe të shtrirë në rrugë. Askush nuk mund të përdorë këtë lloj force, edhe kur bëhet fjalë për armikun. Në mënyrë unanime ne dënojmë për vrasje të akuzuarin, tha Heller në leximin e verdiktit. Avokati i mbrojtjes Ilan Katz tha se do të ankimoj vendimin duke quajtur të ashpër. Përleshjet pas vendimit detyruan ministrin e mbrojtjes Avigor Lieberman t'u bëjë thirrje protestuesve për përmbajtje. Viktima Abdel Fattah Sharif u qellua për vdekje më 24 mars 2016 në qytetin e Hebronit, në bregun e pushtuar perëndimor, kurse vrasësi do të qëndrojë 20 vite në burg. Si është shtuar edhe një ure re e cila lidh bulevardin Bajram Curi me bulevardin Gjergj Fishta. Në përurimin e kësaj ure, kryetari i Bashkisë Erion Velia tha se kjo ishte mënyra më e mirë për të nisur këtë vit të ri dhe se ky do të jetë viti i investimeve në infrastrukturën sociale si shkollat, kopshtet dhe çerdhet. Kryetari i Bashkisë së Tiranës ka përuruar hapjen e urës së re të ndërtuar nga bashkia që lidh bulevardin Bajram Curi dhe bulevardin Gjergj Fishta. Velia cilësoi urën si nisjen më të mirë që mund t'i bëjë vitit 2017. E mbyllëm me një urë, e fillojmë me një urë. Kjo është një urë pedonale, është një urë e dedikuar për këmbësorë. Kjo është një nga zonat me më shumë qarkullim, jo vetëm të makinave, por edhe të këmbësorëve. Është një urë që lidh 2 brigjet lanës, njësim 5 me njësim 10 dhe ka ndoshta trafikun më të madh atyre që shkojnë në shkollë, që shkojnë kopshte, çerdhe. Për të evituar trafikun, Velia ju bëri thirrje qytetarëve të përdorin sa më pak makinat dhe sa më shumë mjetet alternative të lëvizjes. Investimet e radhës Bashkisë Tiranës do jenë korsitë dedikuara të biçikletat, që ai që përdor biçikletën ta ketë korsinë të mbrojtur, i pashqetësuar nga makinat që vinë edhe hyjnë dhe dalin në korsinë e vet. Është e vetmja mënyrë se si ne shpërblejmë ata që po përdorin një transport alternativ në Tiranë. Në fund Velia tha se ky vit do të jetë një vit investimesh në infrastrukturën sociale si kopshtet, shkollat dhe çerdhet dhe se do të kombinohen investimet në zemër të Tiranës me ato në përfshatra. Shqipëria regjistron 2015 si vitin më të mirë për thithjen e investimeve të huaja direkte, ndërsa stoku investimeve kapi vlerën më të lartë 5 milion euro. Origjina e këtyre investimeve në Shqipëri vjen kryesisht nga Greqia, Olanda, Italia e Turqia. Trendi i rritjes për thithjen e investimeve të huaja në Shqipëri ka nisur në 2015, ku konkretisht prej vlerës 869 milion euro në 2014, flukset e investimeve të huaja direkte në 2015 shkuan në 890 milion euro. Bazuar në të dhënat e Bankës Qendrore, trendi i rritjes në 2015 ishte në vlerën e 21 milion eurove, ose me rreth 2.4% krahasuar me një vit më parë, duke arritur të mbulojë 11.6% të prodhimit të brendshëm bruto. Ndërsa bazuar në të dhënat e Bankës së Shqipërisë, Instat,
dhe Ministrisë së Financave në fund të 3 muajit të tretë të 2016-s, fluksi i investimeve të huaja direkte arriti në vlerën e 706 milionë eurove. Prurjet më të mëdha në formën e investimeve direkte në Shqipëri vijnë nga hidrokarburet apo industria nxjerrëse në 53% dhe energjetika 27%. Ndërsa stoku i investimeve për 2015 arriti në vlerën e 5 milionë eurove dhe shpërndarja sipasër vendeve të origjinës e kryeson Greqia me një stok investimesh prej 1.2 milionë euro ose 5% më shumë se 2014. Greqia ka zënë pothuajse të gjithë sektorët ekonomik, ku peshën më të madhe kanë aktivitetet financiare, të sigurimit dhe industria. Ndërsa shteti i dytë renditet Holanda me 688 milionë euro, ku peshën më të madhe e zë aktiviteti i informacionit dhe komunikacionit, shëndeti, aktivitetet e punës sociale, energjetika, gazi, avulli dhe furnizimi me ajër të kondicionuar. Më pas, renditet Italia me 544 milionë euro, ndërsa Turqia me 451 milionë euro e Austria me 387 milionë euro. Për sa i përket shpërndarjes gjeografike, rezulton se përqendrimi më i madh i ndërmarrjeve me investim të huaj është Tirana me 900 biznese. Dhe më pas vjen Durrësi me 122 biznese, më pas Korça, Shkodra, Vlora dhe Elbasani. Sipas të dhënave zyrtare nga Qendra Kombëtare e Biznesit, nëse shqyrtojmë prezencën e shoqërive me kapital të huaj dhe të përbashkët në Shqipëri, periudha 1 janar-11 nëntor 2014, 2015, 2016, vërejmë një tendencë në rritje të prezencës së kapitalit të huaj aktiv në Shqipëri. Ilir Daja është prezantuar si trajneri i ri Skënderbeut. Tekniku 50 vjeçar u shpreh lumtur për vlerësimin, duke deklaruar se objektivi i tij është i marrë maksimumin skuadrës korçare. Synimi i Skënderbeut është titulli i 7 radhës dhe për shkak se gjatë pjesës së parë të edicionit ky ekip nuk tregoi stofin e kampionit, drejtuesit vendosën shkarkimin e Agostinelit, duke emëruar në stol Ilir Dajën. Në prezantimin e teknikut të ri, presidenti i klubit korçar Ardian Takaj e cilësoi trajnerin 50 vjeçar si zgjedhjen më të mirë për momentin, teksa pohoi se nuk ka asnjë mundësi për afrimin e Ergjys Kaçës. Them që është përzgjedhja më e mirë për momentin për neve, për momentin dhe për vazhdimsinë. Kaça nuk është diskutuar fare te Skënderbeu, është çështje mediatike. Kaça është një ekip, është i përket një ekip si PAOK-u. Ne dëshira jonë është shumë e madhe për ta marrë Kaçën, por kur është e pamundur, gjërat e pamundura i dejmë si të pamundura. Note ishte tekniku i sapo emëruar i bardhekuqve Ilir Daja, ai që u shpreh lumtur për vlerësimin duke pranuar edhe vështirësitë që e presin në këtë detyrë të re. Trajneri gjithashtu shtoi se objektivi i tij personal është të marrë maksimumin nga skuadra, ndërsa i quajti të mbyllur kapitullin e Tiranës. E para ndjehemi i vlerësuar sepse marr ekipin kampion fuqi, mbas 6 titull radhësi. E dyta është e vështirë sepse dihet më që objektivi kryesor i Skënderbeut është të dalë kampion. Objektivi i trajnerit dhe imi personal është që të marrë maksimumin grupit që ka. Tirana tashi është një cikël i mbyllur. Unë tani do fokusohem tek Skënderbeu. Është pjesë që do t'i takoj historisë. Skënderbeu për momentin ka 4 pikë më pak se kryesuesit e kursit në klasifikimin e kategorisë superiore.